Qendra e zonës turistike të Shirokës po degradon ditës, gropat e hapura mbushen me ujë sa herë ka shishiu, duke krijuar vështirësi në lëvizje për qytetarët, por dhe turistët që vinë në këtë zonë. Një problematikë e tillë pranohet nga qytetarët shkodran që kërkojnë ndërhyrje nga pushteti lokal pasi krijon imazh të shëmtuar për zonën. Ta din vetëm se shimë çajci. Sa prish gjithçka ka gropa me ujë, gotë janë prishe. Me mund thu me ro, të një atje ka të nevojshme se Shiroka është një vend që frekontohet për ditë, vinë njerëz, vinë jashtë, vinë turista, për gjithka. A mendon se jep një pamje të keqe kjo situatë që gjellet të Shiroka? Po, gjen një pamje të keqe, patjetër. Inshallah, ka për të bën mirë. Po, duhet me ndërhyjmë. Ose mos më ndon një sën tjetër bashkia me bën, që e kalon këtë gjemjes. Nuk sa ka qef me ku të rrugën e Zogaj dhe me bën asfalt. Një shqetësim i tillë ngrihet nga Tet Kupliku, drejtuesi i departamentit Brain Grain në Partinë Demokratike. Ai thosë se punimet janë një cilësor në qendrën e Shirokës, ndërsa shton se realiteti me propagandën ka një diferencë të madhe. Kena të bëjmë me punime jo cilësore, për sa i përket për shembull qendrës së Shirokës. Nuk kanë kalu as 3 vite ku është përfunduar rrugë dhe sot shohim gjithë gurt e zhgulur nga toka. Nuk është mirëmarrjet as kanët e lojnave, apo megjithatë kena të bëjmë vetëm me beton, me ndërtim dhe një propagandim sikur rruga e Shirokës u bë nga Partia Socialiste apo nga Bashkia e Shkodër. Përveç kësaj, ne kena të bëjmë me një rrethim që nuk bën asnjë lloj sensit, pra. Po të ecim me makinë rrugën e Shirokës, ne nuk e shohim më pamjen e liçenit. Është bë një rrethim i cili nuk respekton pra ato parimet bazike arkitekturore të landscape-it, por edhe janë të rrezikshme, po të shikoni janë të rrezikshme për kaluesit, pra vrapusit apo njerëzit që ecin në biçikleta, sepse janë disa feta hekurit të kthyme në drejtim për lart. Pra në këtë sens, unë nuk them sepse duhet mu bë një investim patjetër, sepse Shiroka është një nga pasunitë kryesore të qytetit Shkodrës, por ç'është realiteti dhe ç'a propagandohet ka një diferencë madhe mes së dyve. Benet Beci ka të njëjtën teknik stil pune, domethënë si Erion Veliaj. Propagandë spektakolare, drita, zhurmë, por në realitet nuk kena asnjë lloj cilësie të përmirësuar të qytetit Shkodrës dhe megjithatë buxheti i shtetit, edhe ai buxhet i reduktuar që merret nga qeveria e shtetit nuk realizohet, domethënë është realizuar në nivelet më minimale që ka njoftë 35 vite Bashkia e Shkodrës. Pse? Sepse ka pa aftësi dhe harxhohen shumë energji për propagandë dhe pak energji për punë. Pra këtë në Shirokë kërkohet një ndërhyrje nga pushteti lokal në mënyrë që kjo zonë turistike të mos shkatërrohet më tepër.